Selam aleikum, hoxh, thot, a lejohet t'i frym ushqimit para se të ja japim fëmis? E keni parasysh nanat kur ushqen me ushqim fëmin edhe është i nxehtë ushqimi, atër marrin lugën edhe i fryn, edhe japin fëmis. Mas pari Allah ja urit gjithve juve fëmit, ata që s'kanë Zoti, ma mënsoft me pas, ata që në pa martu Allahu i martoft. Unë e thamë, ashtu si që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ndalohet, dhe marë keni kujdes, mos i fryni ushqimet. Mos i fryni ushqimet sepse kjo është diçka ndalume. Është diçka ndalume. Edhe mjekësia ka vërtetu se prej gojës dalin mikrobe. Prandaj me i fryni është ndalume. Edhe kështu që duhet me prit derisa të ftofët vetë, pastaj me Allah. Keni kujdesa në këtë pikë.